Mishtë emisioni 05 edhe sot si çdo ditë tjetër, tashmë jemi sërish në sheshin e Ferizajt. Sot pranë vetes kam kandidatin nga Lidhja Demokratike e Kosovës, doktor Burim Meta. Përshëndetje, doktor. Përshëndetje. Fillimisht faleminderit shumë që pranove emisioni 05. Kënaqësi gjithmonë. Ju çmoj shumë, jeni emision me reputacion në qytetin tonë, kështu që nderi imi. Faleminderit shumë. Vazhdojmë i cim dal nga dalë dhe kështu po du realisht pasi që është hera parë që të kemi një intervistë, po du me të pyete, na trego për rikthimin tuaj në LDK. Ka ndikim më të madh ndoshta edhe ish presidentja Vjosa Osmani? Ju shtyun këtë drejtim? Absolutisht po, ne kemi qenë të mendimin tonë të përbashkët. Një njërin për takime në Ferizaj, bile presidentja Osmani e tha kështu në publik që më së shumë të ju plotësua dëshira doktor Burimit, me që më përmë tepër se 3 vite kam kërkuar një përbashkim të tillë. Një përbashkim për cilin ka nevojë më së shumë të Kosova, për Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe tani më një rritje signifikante që veç po shihet dita ditës do të jetë edhe verifikuar me 7 qershor. Ashtu, doktor, po du me të pyete, sipas teja, po rikthehet fryma politike e LDK-s që dikur kishte nisur edhe Vjosa Osmani, ish presidentja? Absolutisht po. Frym e përbashkimit, frym e unitetit, aty ku ka vend liria, pavarësia dhe demokracia, si që thonte historikisht gjithmonë presidenti dhe ati themeltari i shtetit Ibrahim Rugova, dhe natyrisht tani më edhe me presidenten po e fuqizojmë një doktrinë të tillë. Do të thotë në Lidhjen Demokratike të Kosovës, kur të gjithë çdo ditë më tepër po përbashkohen kësaj kauze, si parti e qendrës së djathtë, dhe si parti e cila është edhe pro-evropiane. Ashtu, doktor, po du me të pyet, pse shumë figura politike të afërta me presidentën tashmë janë rikthyer në LDK? Ose edhe po bashkohen LDK realisht? Për shkak se është parti e vlerave, ashtu siç edhe Vjosa Osmani prezanton vlerën, gjithashtu edhe ne si bashkëpunëtor të saj, me aktivitetet tona, me kontributin ton për shtetin me vitet të tona, dhe natyrisht të gjitha ato votat e fjetura që kanë qenë në Lidhjen Demokratike të Kosovës, tani më po zgjohen dhe po përbashkohen. Gjithashtu, edhe ato votat që në të kaluarën eventualisht kanë votuar vetëvendosën për shkak të Vjosës, tani më po bashkohen. Gjithashtu, edhe për plot simpatizant të vetëvendosës dhe votues të saj, tani më të irrituan nga veprimet e vetëvendosjes për krizat institucionale të cilat i kanë krijuar, natyrisht tani më do të jenë pjesë e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ashtu, doktor, folëm për figura tjera mirë, po du me të pyet ty personalisht. Është një rikthem individual apo sepse në LDK po nis realisht një rikthem i LDK-s, një politike brendshme goxha e mirë që ka qenë çdo herë LDK-ja? Po, jemi tani më duke funksionuar në Ferizaj, sapo e përfunduam edhe takimin ton me kandidatën për president dhe kryeministër Hajde Folim, që ishte në Ferizaj dhe e pam një masovitet si më mirë se gjithkund tjetër. Ashtu e thanë edhe ata që të dy që gjithmonë ndryshimet po fillojnë në qytetin e Ferizaj. Indikacionet e para, do më signifikante nga sondazhet të ndryshme, po të regojnë që në Ferizaj LDK-ja ka rritje të dukshme dhe ramje vetëvendosë, do të thotë jo atë përqindje që kishte më parë, dhe natyrisht përmes nesh çdo ditë më tepër po na bashkohen njerëz të vullnetit të mirë, njerëz të profesionistë, njerëz me kredenciale dhe ata të cilët më së shumti e dojnë Kosovën. Ashtu, doktor, ju keni qenë pranë institucioneve më të larta të shtetit. Na trego çfarë duhet të ndryshohet urgjentisht në vendin tonë, pra si po qeveriset Kosova, çfarë duhet të ndryshohet në këtë drejtim? Duhet të intensifikohen investimet kapitale. Një qeveri e udhëhequr nga vetëvendosja gjatë tërë këtyre 6-7 viteve të saj qeverisëse nuk mund t'i ndumroj 3 apo 4 projekte kapitale të cilat i ka bërë. Mos të flasim për një shëndetësi e cila është
është më keq se sa çdo herë tjetër që ka qenë. Mos flasim për një arsimim ku mungon vlera e saj në nivel nacional dhe në të gjitha sferat ka qaluar diç. Kështu që me aktivizimin tonë dhe me pjesëmarrjen tonë tani më në udhëheqje të institucioneve shtetënore, natyrisht do të kemi një shëndetësi tjetër, me një spital në Ferizaj, me një spital në nivel nacional në Prishtinë, do të kemi një arsimim tërditor, do të kemi shumë fishim të investimeve kapitale. Dhe natyrisht, shumë shpejt do të punojmë me tërë kapacitetet tona që gjatë mandatit tonë të kemi edhe sigurimet shëndetësore të vonuara pa nevojë. Ashtu. Kjo qeveri në planin e saj deri në vitin 2035 nuk mund të realizoj sigurime shëndetësore. Deri në 2035. Po, dhe ne do të ngutemi që këto t'i bëjmë shpejt e më shpejt. Për shpejtuan këto procedura. Absolutisht. Të gjithë do të kthehen. Unë po shoh në takimet tona së bashku me presidentën dhe kryeministrin, gjithashtu në ardhe dhe gjithashtu edhe takimet tona individuale në për lagje, në për fshatra, në për shtëpi për shtëpi, kemi krijim të një sentimenti qytetar. Dhe po shihet që ata me padurim kanë pritur vjosën në rikthimin në politikat partijake dhe mendoj që më nuk do të ketë më dyshje. Dhe nuk do të ketë më vota të fjetura, po të gjithë do të dalin, do të aktivizohen dhe do të votojnë Lidhjen Demokratike të Kosovës me datën 7 qershor. Kjo do të jetë evidente, do të vërehet dhe natyrisht ne e kemi çdo ditë më tepër si premtim edhe nga qytetarët tonë. Ashtu, doktor, unë po du me të pyet, nëse do jeni pjesë e kuvendit, cili është misioni yt? Edhe që s'po dyshoj që do t'jeni pjesë e kuvendit. Unë vi nga fusha e shëndetësisë, Ashtu. jam psikiatër dhe psikolog, vi nga fusha e mirëqenies sociale dhe natyrisht këto dyja do t'jenë kauzat e mia. Ne duhet kemi një shëndetësi tjetër ashtu siç kam dhënë kontributin tim për funksionalizimin e ligjeve jo funksionale nga Ministria e Shëndetësisë që kemi, gjithashtu ato të cilat rregullojnë edhe shëndetin mendor në nivel të Kosovës. Do të kemi punoj për një mirëqenie më të mirë të qytetarëve, do të fuqizoj rinin e saj e cila deri në moshën 35 vjeçare ka rreth 60% të saj. Do të punoj shumë që të kemi një shëndetësi tjetër, do të punoj për rinin tonë dhe gjithashtu edhe për ngritjen e mirëqenies sociale të gjithë qytetarëve tonë. Ashtu, doktor, faleminderit shumë, ishte vërtet kënaqësi nëse përfo nuk kemi shtu diçka. Faleminderit shumë, vetëm bëj thirrje që me datën 7 qershor, me të vërtet që të gjithë të dalin në zgjedhje, masovisht të dalin në zgjedhje, të votojnë për më të mirët në Kosovë. Dhe natyrisht më të mirët në Kosovë janë ata që i takojnë Lidhjes Demokratike të Kosovës. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi që pranove emisionin 05. Faleminderit shumë. Suksese në zgjedhjet e 7 qershorit. Faleminderit shumë. Mirë të takofshim. Respekt, faleminderit shumë. Mish të emisionit 05 ishim me kandidatin nga Lidhja Demokratike e Kosovës, doktor Bure Meta.